Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 27. Data 27 na jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja, duke pasur parasysh një mundësi që është në lidhje me takime pune, në lidhje me disa bisedime, por këto janë bisedime rutinë, në fakt, sepse dita e shtunë e dim dhe kemi dhe parasysh, sepse na jep disa mundësi, disa bisedime që neve mund t'i bëjmë, dhe këto janë bisedime mjaft të rëndësishme për nga ana ekonomike, por edhe diçka që juve mund të kërkoni ose të bisedoni. Orët më të mira për sa përket kësaj dite do të thotë ora 12 deri në orën 13:10, ku është një orë shumë e rëndësishme mbi atë çka duam dhe mbi atë çka neve bëjmë. Në lidhje me udhëtimet, sepse janë udhëtimet ata që juve ju jepet mundësia për sa përket punës ose për të përgatitur për javën që vjen, sepse kemi dhe disa ndikime shumë të mëdha në lidhje përpara, siç kemi ndikimin e hënës së plot, por kemi edhe ndikimin e Mërkurit në retrograd, që na mëson shumë gjëra që neve t'i mbyllim para se s'është vonë. Është mundësia, është koha dhe vazhdimësia. Në çështjet që kanë bën me anën e lidhjeve të reja, ose lëvizjet, ose blerjet me materiale të ndryshme, është mundësia për këtë ditë, sepse dita e shtunë shuhet shumë për gjëra që janë të rëndësishme për momentin, por jo për kohë gjatë. Prandaj shikojeni dhe mund ta rregulloni. Për sa i përket shenjave që ndikohen në këtë ditë kaq të rëndësishme, që do thotë janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, i diçit parë që do ketë mundësinë dhe kohën e vet për nisma të reja, pune apo karriere, kurse ka të bëjnë shumë dhe shenja e luanit. Luani përgatitet për shumë gjëra, jo vetëm për sa i përket gjërave që kanë të bëjnë me punën aktuale apo se gjëra të tjera, se ta 2-3 ditë shumë shpejt, do të thënë fund të muajit, kemi dhe ndikimin dhe mundësinë ku ka të bëjnë Jupiteri që shkon në këtë shenjë të luani. Pra, kanë mundësinë dhe kohën. Gjithashtu edhe hëna e plot që do të ndryshoj fushat e errta. Kemi shigjetarin. Shigjetari që do të thotë mundësi, do të thotë vazhdimsi e lënë pas dore, një çështje pune, një çështje karriere dhe stabilizimi në vazhdimsi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit, sado që ju duket e vështirë nismat apo çështjet që keni të bëni, por është një periudhë mjaft e mirë sepse ndikimi që ka të bëjnë, mundësitë që ju jepen shenjës së dashit, siç e thash edhe në fillim, ka të bëjnë dhe me një çështje lënë pezull dikur, që mund të themi për shembull çështje pune. Dhe nuk është realizuar për një arsye apo për tjetrën, por kjo vjen si plotësim dëshire, kjo vjen si plotësim i arritjeve dhe i mundësive të arta që do të keni punë, do të keni karrierën, do keni edhe disa ndryshime. Por vallë në lidhje me ndryshimet, sa janë të bëra dhe të thënë nëse përket gjërat që do të diktojnë në këtë fushë, është që janë të mëdha. Ekonomia, stabilizimi, korrektësia dhe vazhdimësia. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjakët dhe diçit parë dhe me ujortë dhe diçit të tretë, duke se ka diçka shumë të rëndësishme. Do shkojmë tek shenja e radhës tani. Do shkojmë tek një shenjë mjaft e rëndësishme që do thotë ka të bëjë me ndryshime, takime, bisedime dhe gjëra të tjera, sepse duke pasur parasysh është mundësia dhe koha. Ajo që do thotë ka bëjnë demët në një anë mundsojnë shumë mbi atë çka duan të arrijnë ose një çështje mjaft e rëndësishme ekonomike, financiare dhe duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur në zhvillime dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore lidhjet që kanë bëjnë me demë të diçit parë dhe ujor, duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Pak vëmendje dhe diçi i tretë i shenjës së demit në një njohje që ka të bëjnë, por të njohje mund të jetë njohje dashurie, por mund të ketë dhe vazhdimsi. Prandaj shikojeni në detaje se ka për t'ia vlerësuar gjë e tillë dhe është mundësia dhe koha mjaft e mirë në lidhje me ndikimet në lidhje me punën dhe karrierën. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me bashkim familjar është me akret dhe diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket shenjës së binjakëve, meqense binjakët tani për tani është periudha, koha, ndryshimi dhe vendimet e rëndësishme që kanë bënë, mundësia e ardhë në anën tuaj. Ka një ndikim shumë të madh sepse lidhjet që kanë bënë me punën, kanë bënë me karrierën, binjakët duket se kanë
disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e tyre, në karrierën, domethënë, është një moment shumë pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe qytetarë dhe ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforës. Për gafore duket se ka të bëjë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv tani e tutje. Përgatituni për gjëra të mëdha, përgatituni për çështjet ekonomike financiare, përgatituni për ndryshime të mëdha që do të keni sepse guvernatori juaj Hana ka ndikime, ka dhe surpriza në këtë ndryshim dhe këtë mundësi që keni tani e tutje. Sado të vështira mund të jenë gjërat, por janë gjëra që janë mjaft të lehta për nisma të reja, janë shumë të ndryshme nga ajo që mendojmë ne, nga ajo që neve studiojmë dhe kemi, por është një mundësi shumë e mirë tani e tutje, duke pasur parasysh ekonominë dhe stabilizimin, duke pasur parasysh edhe çështjet ekonomike financiare, duket se është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe bisedimet në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorët edhe dyshit parë dhe akrepët edhe dyshit të tretë, për ju të shesë gaforës, edhe pse me vështirësi do t'ja dilni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, nëse juve keni pasur mundësinë ose kohën e duhur në lidhje me punën tuaj gjatë ditëve të fundit, duke se tani keni edhe një mundësi plus në lidhje me takimet, sepse janë disa takime shumë të rëndësishme financiare dhe kjo do thotë që ndikimet që lidhen ekonomia, stabilizimi, mundësia, lidhje me biznesin nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për 1000 arsye, sepse ka të bëjë me punën, ka të bëjë dhe me një takim i rëndësishëm për sa i përket mbasdite. Dhjediçi i tretë i shenjës së luanit e ka një gjë të tillë. Luanët gjithmonë janë në harkun kohor mjaft pozitiv, dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe çfarë nisin. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dëmt të dyshit të dytë, ka ndikime fantastike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat, me qenë se virgjëreshat tani për tani, lidhet me ekonominë dhe stabilizim në kohën e duhur, momentin e duhur. Gjërat janë mjaft pozitive, janë mjaft korrekte nga ana juaj, por keni pasur disa probleme juve të mbartura në anën e punës suaj, sepse virgjëresha ndryshon shumë nga ajo çka duan ose nga çka kërkojnë. Por me qenë se tani për tani është një moment mjaft i mirë, një moment pozitiv do të thosha në anën tuaj dhe ndikimet janë në favorin tuaj. Meqense nga dreka, virgjëresha duket se dhjediçi i tretë një bisedim që do të bëjnë, një takim që do të ketë tani e tutje, është takimi më perfekt dhe më i mirë i që ndonjëherë. Prandaj bëni pas, mos ma lini pas dore, sepse do shikoni se shumë gjëra të ndryshojnë në jetën tuaj dhe në përditshmëri, në dashuri. Në dashuri duket se virgjëresh dëm, virgjëresh akrep ka ndikime fantastike, sepse duket se një fejes është mjaft e mundur të ndodhi. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e peshores. Për sa përket peshorëve, peshorët e duket se në një mënyrë apo tjetrën kanë mundësinë, kanë kohën, kanë çështje të rëndësishme të rënë pezull dikur, i zgjidhin si problem, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të mundshme në kohën e duhur, për sa përket zhvillimeve dhe stabilizime do thotë ekonomi, do thotë ndryshime dhe takime mjaft të mira. Meqense është dita që i afrohemi disa çështjeve biznesi, disa çështje karriere, disa çështje që pak a shumë i keni mundësi gjitha juve për të zgjidhur problemin, për të zgjidhur çështjet e mëdha financiare dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë në kjo fushë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujorët e dyshit parë dhe me akrepët e dyshit të tretë, duke se juve çështje peshores e keni këtë mundësi dhe do t'ja arrisni qëllimin. Qëllimet që keni, mundësitë që do të jepen, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse edhe koha ka treguar që kjo e fundjavë mund t'ju japi mundësi në javën që do vi, sepse ka të bëjë me disa ndryshime në fushën e takimeve të punës, në lidhje me karrierën tuaj dhe mundësi të tjera që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do thotë lidhje me virgjëresht edhe dyshit parë, bricjapt edhe dyshit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e akrepit. Akrepët janë shenja më me lulëzim, do thosha në këtë periudhë, për lulëzimit të tyre është ekonomia, është çështje të rëndësishme që jo se i lënë pas dore, por dinë shumë mirë edhe në lidhje me punën e tyre, por kanë pasur shumë probleme të mbartura dhe kjo i ka bërë që të mos mundin që të rregullojnë gjërat në fushën e karrierës së tyre, por mund të kenë diçka shumë të rëndësishme për sa i përket ekonomisë edhe jo ndryshim, por mundësia është, koha është, favorizimet i keni në këto momente të ekonomisë suaj, sepse
periudhat ndodhin dhe nuk e diskutoj për anën ekonomike, nuk e diskutoj për gjëra që do të keni tani tutje, është momenti juaj, bini pas, mos e lini pas dore, dhe akrepët jo vetëm se kanë mundësinë, por kanë dhe kohën e tyre për zhvillimet dhe ndryshimet ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, ujor të diçit tretë, është diçka perfekte dhe jo problematike. Vazhdimësia duket e artë dhe jo diçka për të shqetësuar. Një udhëtim që do të bëni me të dashën apo të dashurin tuaj, duket se është e mundur të ndodhi pikërisht në këtë ditë, jo për ditë, mund të jetë ditë pushimi, por edhe ditë punë ngadonjëherë për gjëra që juve ju interesojnë. Lidhjet që kanë të bëjnë janë me peshore dhe me ujor të diçit tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët jo se kanë pasur probleme, ose kanë pasur gjëra që nuk shkon, ose kanë pasur diçka që vërtet mundohen shumë, lodhen shumë dhe duhen të arrijnë në maksimumin e duhur të tyre, por meqense në këtë momente, në këtë periudhë që thosha unë, është një periudhë mjaft ndikuese për juve, sepse juve rrezatoni në ekonomi, në stabilizimin juaj, në stabilizimin e punës dhe të biznesit, por një çështje shumë e mirë dhe tepër pozitive, që kërkohet edhe vëmendje, kërkohet edhe ndryshim në anën tuaj, sepse keni shumë gjëra të lëna pezull tani, por gjërat janë pozitive dhe është dhe koha e duhur për stabilizuar ekonominë dhe punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, ujorët dhe diçit tretë është perfektja, por mos harroni se me dash është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britqapit. Britqapët kanë disa mundësira, disa kohë kanë pasur mjaft debate pune, debate të papritura për ekonominë, për gjëra të kësaj natyre, por vjen një moment. Kjo periudhë është një nga periudhat më të mira dhe më të ndikuarat në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit tuaj, por gjithashtu është momenti, pra është edhe koha juaj, sepse stabilizimet edhe gjërat të tjera që do të keni tani tutje, ndryshimet me pak fjalë, është një mundësi mjaft e mirë. Dhe kjo është mundësia juaj, kjo është periudha juaj më e mirë e mundshme, se për stabilizimin edhe kohën e punës suaj dhe të karrierës nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim e ekonomia dhe stabilizimi, por është më mirë e mundshme që është ana ekonomike, financat dhe biznesi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, me ujorë sidomos njëherë, është momenti juaj, është koha shumë pozitive, edhe pse duket e vështirë tani parë, po është shumë e mirë në anën tjetër, sepse duket i keni gjitha mundësitë janë të përputhen me këtë periudhë dhe këtë ditë në sotme, sidomos është kohë e mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmë dhe me akrepët dhe diçit e tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimit edhe e pozicionimit të planeteve, që do thotë ujori. Përsa përket ujorëve, ujorët nuk është se harrojnë ose kanë diçka në mendje dhe bëjnë diçka tjetër apo diçka tjetër kanë ndërmendje. Jo, kanë mundësinë, kanë ato që janë më të urgjente ose janë më ndikuese tani për tani, më të rëndësishmet, dhe kjo e lidhet edhe me punën, lidhet edhe me karrierën tuaj, sepse jeni për karrierë, keni ndryshime dhe gjëra të rëndësishme në vazhdimsi. Tani tutje nuk diskutohet se është koha juaj më e mirë, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe jeni koherent me atë që ndodh, koherent me gjërat e punës suaj, të karrierës suaj edhe disa ndryshime që keni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare, kjo është periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantët e diçit parë, me binjakët e diçit të dytë kanë ndikime shumë të mira, sepse është një nga mundësitë e tyre mjaft pozitive dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, bashkim familjar është koha shumë pozitive. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, që do thotë peshqit. Peshqit, sa do që mundohen, ose kanë atë mënyrën e të folurit, mënyrën e komunikimit, gjërave të rëndësishme financiare, edhe një nga momentet më të arta që keni tani, është periudha që do të shikoni vetë gjëra të ndryshojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, dhe është një mundësi shumë e mirë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Peshqit gjithmonë dinë çfarë bëjnë, dinë dhe çfarë kërkojnë nga jeta. Kjo është një mundësi dhe një kohë shumë e përshtatshme. Bini pas, sepse jeni në anën më të mirë, të shikoni gjërat që realizohen në mënyrë të papritur. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me hyrgjëreshtë dhe diçit parë, shigjetarët dhe diçit të tretë, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Bini pas se është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm.
Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 27 qershor 2026. Para se të ndajmë bashkë, nëse keni darë mendje dhe doni të bëni një parashikje, atëherë mund shkoni tek sekretaria poshtë, dërgoni emailin tuaj me të dhënat dhe pastaj ju flasim nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit se si funksionon shërbimi. Nga Unë Rropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.